Kam penis të vogël, a do të kem mundësi të arris? Kur isha 14 vjeçar, po ashtu diçka, isha kritikuar publikisht në zhveshtorin e shkollës nga një djalosh që e kisha të vogël. Unë ndjeva i poshtëruar. Asnjëherë nuk e kisha menduar deri në atë pikë se kishte rëndësi. Duket të jetë diçka që, sipas mediave, më bën më pak burr. Fjala burrëri përdoret si një eufemizëm që barazon tiparet e dëshirueshme mashkullore me një organ të madh. Jam 55 vjeçar, baba i 3 fëmijëve dhe jam në një lidhje të lumtur, me jetë fantastike seksi. Padyshim se ju do më thoni se nëse partnerja ime e seksit është e kënaqur, atëherë duhet t'i kaloj pasiguritë. Kam shumë për të qenë mirënjohës, nuk kam gjasa që të luaj në fushë më, por shqetësohem dhe bie në depresion për këtë që 40 vite. Narracioni im ishte që prisja të dështoja dhe zhvilloja një vetë vlerësim të ullët, po ashtu edhe një ndjesi turpi që nuk isha person si duhet jetë. U këshillova, por nuk mendoja se po merresha seriozisht. Jam ende me zemër të thyer që nuk arrita të arrisja sa do të doja. Bart me vete një sens të frustrimit, të një mend që duket normal për krejt burrat me penis më të vogël se mesatarja. Ai ka një vetur të madhe, dhe çka po mundohet ta zvendësoj, si të mësohem se ta dua vetëm pavarësisht këtij atributi fizik që më duket mua se është kaq krucial dhe më detyron ta fsheh turpin. Përgjigjja e psikoterapistit është: e di se të është dashur kurrajo për të shkruar dhe të duartrokas që e bëre. Të flasësh hapur rreth kësaj është një hap drejt rikuperimit. Ndjesia jote ishte një që ju prisni të dështonit. Tingëllon sikur ju rregullisht jeni ndikuar të besoni se nuk jeni adekuat. Nuk mendoj se gjatësia juaj e penisit i jep dëshmi kësaj aq shumë sa që të simbolizoj si jeni trajtuar gjithmonë kur keni qenë duke u rritur. Duket se ju mund të jeni duke vuajtur nga dismorfia e trupit. Dismorfia e trupit është një gjendje mentale në të cilën ju nuk mund të ndaloni së gjeturi defekte për trupin tuaj. Nuk bën dallim nëse të tjerët mendojnë se është dobësi apo jo. Ju prap ndiheni të turpuruar dhe ankth për të deri në atë pikë sa ka ndikim në jetën tuaj. Dismorfia e trupit mund të vijë si rezultat i të qenurit i tallur, bullizuar, së tepërmi i kritikuar ose abuzuar kur keni qenë fëmijë. Mendoj se truri juaj bëri ndërlidhjen kur ju jeni poshtëruar për mënyrën si dukej një pjesë juaja në zhveshtore në moshën 14 vjeçare, me krejt herë të tjera kur ju jeni bërë të ndiheni jo adekuat. Ofendimet e rënda ditore që ju keni pranuar deri në atë pikë, të gjithë janë ndërlidhur me atë pjesë të trupit të pafajshëm. Është simbol i dhimbjes tuaj psikologjike. Pastaj, sa herë që dëgjoni në publik ose privatisht diçka për peniset e vegjël, e thellon plagën, derisa të shkojë në pikën kur ju obsesionoheni më shumë gjatë tërë kohës, ngaherë në sfond të mendjes, por më shpesh para. Ju sigurisht mendoni se sikur të ishte një procedurë kirurgjisë plastike e sigurt, do të shëroheshit, por nuk do të ishte aq e thjeshtë, sepse ju kurrë nuk do të ndaheshit të kënaqur me rezultatin. Me disformimin e trupit, nuk është pjesa e trupit që është gabim, është pjesa e trupit që po e merr fajin për lëndime psikologjike që keni marrë duke u rritur. E kuptoj se ti ndihesh sikur ajo pjesë e trupit e ka fajin, ose është faji shoqërisë, por në të vërtetë është se si jeni bërë të ndiheni për veten kur keni qenë duke u rritur. Dhe po pse mos të jeni i frustruar me këtë, të kalon me një krenari të vështirë për ta menaxhuar. Dismorfia e trupit zakonisht nuk përmirësohet vetë. Nëse lihet e pa trajtuar, mund të përkeqësohet ndërkohë. Trajtimet e zakonshme për të janë terapia e sjelljes kognitive dhe ose pilulat antidepresion. Personalisht do të favorizoja
hipnoterapin për dismosfinë e trupit, sepse do të duhet të thyesh ndërlidhjen që keni bërë mes penisit dhe ndjesinë që e keni sikur jeni krijuar për të dështuar. Duke krijuar një jetë të mirë për veten, ju i keni dëshmuar të kundërtën bullizuesve. Është koha për më shumë. E di se është e vështirë për të folur, por duke bërë hapin e të shkruarit rreth saj, keni filluar procesin.